Ans, ndalemi pak tek klasikja, ndeshja e shumë pritur e Champions, Bayern, Real Madrid, ka entuziazëm tek Los Blancos, por edhe tek bavarezët do të kenë edhe faktorin fush shumë i rëndësishëm. Ndeshjen e parë bërtitë shumë te goli Mbappé, po sot çfarë pritet ndodh? Ndeshja e parë ishte një nga ato ndeshje që ne na kujton pse e shohim Champions League, apo pse ekziston Champions League, arritëm lart skuadra spektakolare që si jashtëzakonshëm kushtin e lojës, do sot presim pa të njëjtën gjë. Flasim për gjithë skuadrat që kanë ndeshur më shumë se kushdo me njëra tjetrën në këtë kompeticion, do të jetë hera 30 kjo e sotmja. Dhe sigurisht ai goli Mbappés duket sikur i mban lojë Los Blancos, që vlen të theksohet se në Madrid sa herë ka luajtur ndaj Bayernit, jo gjithmonë ka arritur të fitojë. Pra nuk është ishte një surprizë ajo se çfarë ndodhi në Bernabeu. Por nga ana tjetër, edhe pse ka vetëm 3 fitore në serinë e skuadrës Bayernit në Münich, në 5 ndeshjet e fundit të luajtura mes Realit dhe Bayernit pikërisht në Allianz Arena, Reali ka fituar 3 prej tyre dhe ka barazuar 1. Çfarë do thotë se janë të dhëna të rëndësishme që Los Blancos ta besojnë arritjen e një përndrysje të rezultatit, por që padyshim kanë cilësitë mrekullueshme si Mbappé, Vinicius, Bellingham, të cilët do të jenë fushë mund të bëjnë diferencë dhe mos në situatat 1-1. Sa nga ana tjetër, Bayerni do të jetë pas me një atmosferë të jashtëzakonshme të tifozërisë bavarezëve dhe tashmë ka një lojtar për cilin po fillon të lobohet çdo ditë më shumë si një pretendent se jo për të opinar, që është Michael Olise. Ishte fenomenal në ndeshjen e parë dhe sot padyshim do të jenë sërish tek ai. Shpesh thuhet që ai ekipi i cili eliminon Realin është shumë afër për ta fituar trofeun. Çfarë mendon? Kishte më afër gjysmë finales nga Bayern Real? Bayerni absolutisht që e ka bërë hapin e parë. Të fitosh në Bernabeu është një mision i vështirë dhe besoj e kanë bërë hapin e parë, kanë treguar këtë me nivelin e lojës që shfaqën ndaj skuadrës së Los Blancos, por ato se çfarë kanë dhënë për gjatë gjithë sezonit në vazhdimsi, skuadra e Vincent Kompany, njëri që është paragjykuar për të vërtetës, dhe mendoj se Bayerni ka bërë hapin e parë, ka treguar se mund të luajë të dominojë ndaj skuadrave që në letër kanë një përshtatje të rëndë, kanë cilësi individuale shumë të mira se sa bavarezët. Prandaj nëse do të kalojnë me sukses edhe sot Realin, besoj nuk ka asgjë që i ndalon. Kush ju ka impresionuar më shumë gjatë këtij sezonit Champions? Sigurisht emrat e mëdha gjithmonë ndeshjet mëdha ndryshohen, megjithatë ishte deri një periudhë bodoglimit, një ekip që impresionoi. Por gjithashtu edhe Sportingu që eliminoi dhe luan sot me Arsenalin në Londër. Padyshim, bodoglimti ishte ndoshta një farë rigjerueshja e këtij sezoni në Champions League dhe prova më e mirë që jo gjithmonë milionat e garantojnë sukses në vazhdimsi. Ishte një skuadër me buxhetin më të vogël në UEFA Champions League në këtë edicion se bashkë me skuadrën e Kairat Almatit, një skuadër e ndërtuar që nga zero dhe që arriti të fillon si e barabartë ndaj kundërshtarëve më të fortë. Sigurisht që shumë seksojnë faktet e kushteve atmosferike që luhet në qytetin e vogël të Bolgës, që është në pranë rrethit arktik, por kur mendon që është një qytet për vetëm 35.000 banorësh që nuk mbushin dot as në stadium si San Siro, kupton se çfarë projekti është ndërtuar dhe se çfarë prove të sjell futbolli se edhe nga gjërat vogla ne bëjmë gjërat më dha. Padyshim ishte ajo historia fundzuese e këtij edicioni të Championship. Por që aktualisht padyshim Sporting është ajo që është më pak favorite edhe për shkak të rezultatit të ndeshjes së parë, por është nga ato ekipe që ka treguar se ka grim, ka shpirt gare dhe ka atë pasionin që ne shpesh ndoshta nuk e shohim në kompeticion nga skuadrat e mëdha. Dhe në fund parashikimi si i pret këto dy sfida dhe këshe që është më afër për ta ngritur trofeun e Champions League? Besoj se Arsenali dhe Bayerni do të shkojnë deri në fund detyrës që nisën në transfertat në Madrid dhe Lisbonë. Ndoshta mund të vuajnë pak, por kanë të realizuar të kryejnë për shkuar të gjysmëfinaleve, ndërsa për momentin favoriti kryesor mbetet skuadra kampione të fuqi për sa kohë tonë në garë Paris Saint-Germain, për mua mbetet skuadra për të mundur drejt fronit në Puskas Arena. Anzuna, ishte kënaqësi të kishim në klubin sportiv. Kënaqësi Drilan, faleminderit. Mirë, këtu kemi mbritur në fund të programit për sot, duke falenderuar për vëmendjen. Bashkë, mirupafshim.